Përplasja verbale mes Edi Ramës dhe Erion Braçës në mbledhjen e së premtes së kaluar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste përbën një refren që është përsëritur në disa takime të mazhorancës. Braçë është faqur hapur si kritik ndaj disa qëndrimeve dhe vendimeve të kreut të qeverisë. Mediat i kanë pasqyruar një pjesë të këtyre përplasjeve, ndërsa vetë deputeti socialist i ka shpjeguar publikisht kundërshtitë e tij. Megjithatë, marrëdhënia e tensionuar me deputetin veteran, i cili ka shpallur edhe kandidaturën për kryetar të Bashkisë së Tiranës, nuk duket se përbën në vetvete një problem politik për Edi Ramën. Braçë kritikon shpesh dhe nuk pajtohet me disa vendime të Ramës dhe të qeverisë së tij, por ai nuk përfaqëson një aktor që mund të rrezikojë numrat e mazhorancës në kuvend. Ai ka votuar kundër ndonjë ligji dhe në raste të tjera ka zgjedhur të mos marrë pjesë në votim. Megjithatë, Erion Braçë nuk drejton një grupim brenda mazhorancës dhe nuk është pozicionuar në krye të ndonjë fraksioni që synon të rrëzojë qeverinë. Në votimet që kupola e partisë ka konsideruar pjesë të vijës së saj politike, Braçë ka qëndruar përgjithsisht besnik. Ai e ka paraqitur vazhdimisht këtë qëndrim si pjesë të filozofisë së tij politike. Braçë ruan ndikim brenda Partisë Socialiste dhe gëzon popularitet mes një pjese të mbështetësve të mazhorancës. Pavarësisht kësaj, ai nuk ka tentuar të ndërtojë apo të drejtojë një fraksion që mund të kërcënojë pushtetin e Ramës, por në mbledhjen e javës së kaluar të grupit parlamentar, kryeministri përdori një frazë që shpreu hapur shqetësimin e tij për një rebelim të mundshëm brenda partisë. Duke marrë shkas nga kritikat e Erion Braçës, Edi Rama u kërkoi deputetëve që në parti të thonë të njëjtat gjëra që thonë për tavolina. Kjo deklarat e zhvendos vëmendje nga Braçë tek deputetët që nuk flasin hapur. Rama nuk shqetësohet vetëm nga kritiku që përplaset publikisht me të, ai shqetësohet më shumë nga ata që heshtin në mbledhje, por shprehin pakënaqësitë e tyre jashtë strukturave zyrtare të partisë. Grupet kritike dhe rivalitetet e brendshme nuk përbëjnë një zhvillim të ri në Partinë Socialiste. Mazhoranca ka pasur vazhdimisht aktorë dhe grupime që kanë kundërshtuar drejtuesit e lartë ose janë përplasur për poste dhe ndikim. Deri tani kjo situatë ka shërbyer Edi Ramës. Ai ka përdorur pakënaqësitë dhe rivalitetet për të ruajtur kontrollin përmes logjikës për çfarë dhe sundo. Këtë herë megjithatë, kreu i mazhorancës duket se nuk e kontrollon më situatën me të njëjtën siguri. Heshtja që ka pushtuar grupin e gjerë socialist mund t'i duket shumë më kërcënuese se përplasjet e zhurmshme të së kaluarës. Rama i administronte konfliktet e mëparshme, duke përdorur privilegjet dhe ndëshkimin sipas rastit. Në këtë mënyrë, ai menaxhonte ambicet dhe kërkesat e grupeve të ndryshme politike. Kryeministri i njihte me hollësi këto interesa përmes kërkesave që i paraqiteshin, por edhe përmes informacionit që siguronte përmbledhjet dhe takimet e brendshme. Çdo lëvizje kritike zhvilloi hapur dhe zakonisht drejtoi kundër personazheve që ndodheshin poshtë Edi Ramës në hierarkinë e pushtetit. Faktorët kritik brenda mazhorancës nuk kishin as mbështetjen e nevojshme dhe as mundësinë për të manovruar në nivelet më të larta. Sot situata paraqitet ndryshe. Përpjekja për largimin e Edi Ramës ka marrë përmasa institucionale në disa qendra politike brenda dhe jashtë vendit. Në këtë panoramë përfshihen shtete të rëndësishme europiane si Gjermania, por edhe qarqe me ndikim brenda së majtës europiane. Nëse këta faktorë do të mbështesnin ose inkurajonin një lëvizje të brendshme, edhe një grup i vogël brenda mazhorancës mund ta shumëfishonte peshën e tij politike. Në këtë ekuilibër të ri forcash, Edi Rama kontrollon një grup të madh parlamentar, por pozita e tij paraqitet më e brishtë se më parë. Një rrjedhje votash ose një thyerje e disiplinës brenda grupit në një mjedis politik të paqëndrueshëm do të dobësonte autoritetin e kryeministrit dhe do të inkurajonte lëvizje të tjera centrifugale brenda mazhorancës. Në këto kushte, Rama duket se ka humbur një pjesë të kontrollit faktik mbi zhvillimet e brendshme, edhe pse ka shtuar presionin ndaj deputetëve. Topsimi i pushtetit ushqen tek liderët afatgjat, frikën nga tradhtia politike. Kjo frikë mund ta shtyjë një drejtues të marrë vendime të nxituara, të cilat më pas prodhojnë reagime zinxhir dhe e thellojnë krizën. Për këtë arsye, Edi Rama përdor përplasjet e kontrolluara si një mjet për të provokuar dhe identifikuar sinjalet e rebelimit brenda partisë. Përplasja me Erion Braçën i shërben si test për sallën, jo vetëm si përgjigje ndaj një deputeti kritik. Por këtë herë, Rama nuk arriti të zbulonte atë që kërkonte. Intuita mund t'i sinjalizojë se pakënaqësia apo zgjerohet, por kryeministri nuk arrin të identifikojë plotësisht tamas ose ta lidh me emra dhe grupe konkrete. Kjo është pamja politike e humbjes së kontrollit. Lideri e percepton rrezikun, por nuk e lokalizon dot. Ai dëgjon zërat nëpër tavolina, por nuk i dëgjon në mbledhjet e partisë. Dhe kur heshtja e vartësve trem pushtetin më shumë se kundërshtimi publik, leadershipi ka hyrë në fazën më të rrezikshme të dobësimit të tij.